Kjo rrugë në lagjën e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, që nga gushti i vitit të kaluar, mban emrin e Isa Boletinit. Emrat të rinj që atëherë mbajnë plot 87 rrugë këtej, siç kishte vendosur asambleja kur komuna udhhiqej nga shqiptarët. Megjithatë, shumica rrugëve u emërtuan me personalitete nga etnia serbe, por as 5 muaj më vonë nuk janë vendosur tabelat. Për të orientuar në bazë të emrave të rrugës këtu në Mitrovicë të Veriut, duhet që më dojmos të përdorësh ndonjë aplikacion, për shkak që askund përgjatë këtyre rrugëve nuk ka tabela treguese për emrat të rrugëve. Megjithatë, harta e re e emrave mund të ndryshohet përsëri. Kuvendi komunal të premtën e shfuqizoi vendimin e gushtit. Asamblestët serb thanë se emrat u vendosën pa koordinim me qytetarët serb. Nuk kam asnjë problem me rrugën Isa Boletini dhe mahallën e Boshnjakëve, por kam një problem me kushërirën time, që më pyet pse jeton në rrugën Isa Boletini, e cila është gjithashtu një nga rrugët qendrore, ku serbët janë shumicë. Rrugët u riemëruan në mënyrë të papërshtatshme dhe duhet të gjendet një mënyrë për ta kthyer situatën në gjendjen e saj të mëparshme, e cila nuk ishte në dëm të asnjë qytetari të komunës së Mitrovicës së Veriut. Por kjo paralele e ngritur u kundërshtua fuqishëm nga asamblisti shqiptar Emir Azemi. Por të njëjtin probleme kena pasur edhe na shqiptarët. Në rrugën ku unë banoj janë 23 shqiptarë të vrarë mesin e tyre dhe vllau jam. U thi rruga Nemanini ose Knaz Millësh. Kështu që emërimi i rrugëve dhe ne dim që ti jemi Mitrovicali, lindën Mitrovicë, nëse dënë më fut në çështje historike ose në kontekst historik, të marrën mend se me siguri në 99-ën i ke pas 10 vjet. Këtë këto rrugë janë kohën me shumicë shqiptare. Ky vendim do të dërgohet për vlerësim në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila në gusht e kishte aprovuar votimin për këtë çështje. Pavarësisht se cili do të jetë vendimi me APL-s, kryetari i komunës Milan Radojević tha se do t'i ndjekin hapat ligjor.